Shqipëria dhe Malizi kanë nënshkruar një tjetër marrëveshje e cila parashikon thedhimin e shtratit të lumit të Bunës dhe kthimin e saj në një lum të lundrueshëm. Lajmi është konfirmuar nga ministri shqiptar i transportit Sokol Ulldashi. Ai tha se kanë nënshkruar një marrëveshje me homologën e tij malazes Andrea Lompar për thedhimin e shtratit të Bunës. Ka një interes të dyanshëm për hartimin e një projekti për thedhimin e Bunës për ta ribërë atë të lundrueshëm, është shprehur Ulldashi, duke thënë se pikë së pari, kjo do të ndihmojë shkarkimin e ujrave dhe shmangjen e përmbytjeve që ndodhen në zonën e Shkodrës në fillim të këtij viti. Në takimin mes dy ministrave në martëzi, mësohet se është diskutuar dhe mbi bashkëpunimin e fushëve të tjera mes vendeve fqinje, konkretisht në hapjen e pikalinëve të reja kufitare, Plav, Vermosh, Podgoric dhe Lipoj Ulqin. Ulldashi tha se në anën shqiptare mbi 70% e këtyre akseve janë ndërtuar tashmë. Megjithatë, ai nuk ka dhënë datë për hapjen e këtyre akseve. Ministri malazes ndërkohë shprehur në favor të kalimit kufitar mes dy vendeve nga pikat kufitare të Plavës, Vermosh, Podgoric dhe Lipoj Ulqin. Gërmimi miliona metra kub dherave dhe thedhimi i shtratit të lumit Buna do të sjellë evitimin e përmbytjeve në zonën e Shkodrës dhe të Lezhës. Projekti ka si synim kryesor shpërndarjen sa më optimale të prurjeve të lumit Drin për të eliminuar përmbytjet e mëdha që ndodhen në periudhën e vjeshtës dhe të dimrit nga rreshtit e shiut. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka premtuar se në shtatorin e vitit 2010 do nisin punimet për këtë projekt. Grupet e punës të cilat kanë nisur verifikimin e dëmeve të shkaktuar nga përmbytjet në terren kanë dhënë një metodologji të cilën do të zbatojnë gjatë verifikimeve. Këshilli i Qarkut të Shkodrës ka bërë të ditur këtë fakt nëpërmjet një komunikate për mediat, ku thekson se në gjithë rastet grupet e punës kanë marrë kontakt me drejtuesit e njësive vendore, janë njohur me dokumentacionin që disponohet nga ana atyre me të vonat përkatëse dhe kanë bërë vlerësimin direkt në terren ku ka dëme. Konkretisht është vepruar në zonën e Shkodrës, në Dajç, Bushat, Berdic, Velipoj, Kurizia, Anemalit, Rrethina dhe në qendër Koplik. Në bazë të verifikimeve të deritanishme dhe raportimeve të grupeve të verifikimeve, rezulton se për ndërtimet janë verifikuar 277 objekte banimi dhe për bujqësinë dhe objektorinë janë verifikuar 300 prona të fermerëve. Nga shtabi i emergjencave civile janë marrë gjithë masat logjistike për pajisjen e grupeve të verifikimit me logjistikën e nevojshme. Edhe pse është në ditë të para, procesi po ecën normalisht dhe nuk paraqet problem, theksohet nga raportimi i Qarkut. Më tej bëhet i ditur fakti në kuptimit të plotë dhe korrektisë në mes grupeve të verifikimit dhe banorëve të zonave të evidentuara. Sipas grupeve të punës paraqet vështirësi gjatë verifikimeve në terren, parcelizimi i pronave bujqësore, i cili vonon për filimin e formularëve të verifikimit. Këshilli i Qarkut të Shkodrës është shkaktuar nga qeveria si institucioni kryesor që koordinon grupet e ekspertëve për verifikimin dhe evidentimin e dëmeve që shkaktuan përmbytjet e 2 javëve të para të janarit. Sipas afatit të përcaktuar nga Komiteti Ndërministror, procesi i verifikimit të dëmeve në terren duhet të përfundojë brenda 2 javëve. Drejtuesit e Qarkut të Shkodrës çdo ditë janë në kontakt me grupet e ekspertëve mbi ecurinë e këtij procesi. Përmbytjet e muajit janar nuk shkaktuan pasoja të rënda në fshatrat pranë liçenit të Shkodrës në rrepin e Malësisë së Madhe. Janë dëmtuar kryesisht disa lokale private dhe shtëpi banimi. Sipas prefektit të këtij rrethi, Sytkin Reca, shtabi i emergjencës do të bëjë së shpejti vlerësimin konform gjitha rregullave. Konkretisht janë dëmtuar 6 shtëpi në fshatin Hot, 2 shtëpi në komunën Qëndër dhe 4 shtëpi në Koplik, pa përfshirë këtu edhe lokalet private. Janë 8 shtëpi të përmbytura, 6 komunë dhe 2 komunën Qëndër, janë rreth 200 hektarë tokë të përmbytur, janë 6 lokale të përmbytura dhe për gjitha këto evidentimi që ne kemi bërë deri ditët e fundit dhe informacionin që ne kemi dërguar në gjitha instancat nga prefektura dhe në instancat e tjera sekretare, komisioni apo grupi punës i ngritur për të qëllim po bën vlerësimin e gjitha danëve dhe shumë shpejt të dalin edhe në përfundimin se cila është gjendja e këtyre danëve dhe vlerësimin për shumën apo për gjitha të shërbimet që mund të bëjë qeveria për danët e cilëra nga përmbytjet e këtij muaji. Por krahas këtyre dëmtimeve, pasoja ka lënë përmbytje edhe në një sipërfaqe për 150 hektar tokë në brigjet e liçenit të Shkodrës. Ndërkohë në rrethin e Malësisë së Madhe ushtruan disa familje nga zona në Shkodrës, shtëpitë të cilave qëndruan për mbi 20 ditë të përmbytura. Rreshtet e rëna gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit kanë shkaktuar mjaft
probleme në qarkullimin e automjeteve në akset nacionale dhe ato rurale. Aktualisht, akset nacionale që lidhin qarkun e Shkodrës me qarkun e Kukësit janë të kalueshme, por rekomandohet qarkullimi me zinxhir. Kështu aksi rrugor qaf Mali qaf Shllak është i kalueshëm, por rekomandohen zinxhiret për arsye të ngritjeve dhe borës së vazhdueshme. Është punuar gjatë gjithë natës në hapjen e këtij aksi dhe gjatë gjithë kohës dhe sipas informacioneve, mjetet borë pastruese po punojnë me intensitet të plot për të mbajtur hapur këtë aks. Gjithashtu, akset rrugore që lidhin Shkodrën me zonën turistike të Razmës dhe Bogës janë të hapura, ndërsa bora e madhe, e cila ka rënë gjatë 24 orëve të fundit, ka bllokuar aksin rrugor që lidh Shkodrën me Dukagjinin. Në vendin e quajtur Mali Shoshit, trashësia të borës arrin mbi 40 cm. Gjithashtu i bllokuar mbetet dhe aksi rrugor që lidh Bogën me Thethin në vendin e quajtur Qafa e Tërthorës. Trashësia të borës arrin mbi 2 metër, ndërsa është bllokuar aksi rrugor që lidh fshatin Tamare me zonën e Vërmoshit në komunën e Kelbendit. I pakalueshëm është ky aks nga vendi i quajtur Gropat e Selsis e deri në qafën e Bordoletit. Ngricat dhe bora kanë bllokuar totalisht qarkullimin në këtë aks. Nga ndërmarrjet e ngarkuara për hapjen e rrugëve, po punohet që të bëhet i mundur qarkullimi i mjeteve dhe i banorëve në ditët e ardhshme. Komësia duhet të deklarohet sepse siç thot një fjalë e urtë, ai që nuk di se nga vjen, nuk e di se nga shkon. Ka qenë ky argumenti i përfaqësuesit të komunitetit malazez në Shkodër një herë, edhe kryetari i shoqatës së kësaj pakice në njohur ndryshe si shoqata Alba Montenegro, Burhan Çulić, në një intervistë për TV1 Channel në lidhje me procesin e regjistrimit të popullsisë. Ai që nuk din nga ka ardhë, nuk din ka në shku. Ose, se to slavisht, tjetër gjë. On koji ne zna koji narodu pripada, ni Bogu ne treba. Ai që s'din cilit popull përket, as Zotit nuk i duhet. Unë kam pas në Rin, ka shkruar dhe shtypi, kam edhe materiale për këtë. Kam shoqënu stërnipin e Skënderbeut nga Napoli. Ai ishte 14 brez, pra, është prit nga personalitetet e Shkodrës me prefekte, me gjithë, pra. Edhe ai ishte 14 brez. Georgio Maria Skënderbek. Ai tha kështu, që unë kërkoj të marrë edhe komsinë shqiptare, se jam shqiptar. Du të thonë me te, ai që ka dëshirë të shprejnë komsinë, nuk ka shkeq, pse të mshehet. Se kjo është diçka pozitive për Shqipërinë. Çulić shton se Bashkia Evropiane duhet të mësojnë nga Shqipëria, pasi vendi i ynë ka qenë strehe gjithë botës. Shqipëria është omrella e gjithë të hujve. Ka dhënë provë për këtë. Bota do të mësojnë nga Shqipëria. Edhe në qovë fushën fetare, për fejnë, që edhe nacionale, këtu nuk kanë probleme kërkush. Një kohë që në shtetet e tëne, tjertë kanë pas probleme. Debati rreth çështjes së përkatësisë kombëtare dhe fetare, e cila do jetë një nga pyetjet e formularit të plotësimit për regjistrimin e popullsisë, kanë nxitur edhe drejtuesit më të lartë të shtetit që të deklarojnë rreth kësaj çështje. Ata cilësojnë si një pyetje krejt normale, e cila do shërbej për verifikimin dhe evidentimin e gjitha pakicave në vendin tonë dhe përkatësisë fetare. Kokën me pështu me brejt kohën,